Përshëndetje dhe si u duket panajiri? Unë jam Dila Vernele, jam njëri I thjesht, mi fjalë, unë nuk jam nga këta akademikët e kështu, akademikun fuga e kemi në sfond, dhe është nderi madh, unë e kam intervistuar për 2 minuta me kënaqësinë më të madhe, edhe me tha, jesi unë s'jam akademik, unë jam popull, more, tha ti thua fjalë të hapur, nuk e mban gjysmën në xhep, se pa e mbajtë gjysmën në xhep, atëherë ajo gjysma frin xhepin, dhe nuk e thua të vërtetën. Çfarë me lidh mua me Tetovën, thoni ju? Tetova është zemra e shqiptarisë, siç është Prishtina, siç është Tirana, ashtu është edhe Tetova. Tetova ka radhën tani. Nëse dështoi në Kumanov për shkak të tradhtisë së disa maskarenjve, që e lanë në rrugat edhe në morën me qafë ata djem trimat të shqiptarisë, kësaj herë ata është një mësim I madh për ata dhe për ne. Mësim I madh e pabesia, ajo tradhti dhe dihet që ka radhën Tetova. Nuk ka përqenë më shteti me I mbrojtur Shqipëria në botë, si jemi I rrethuar me të gjitha anët me shqiptar, do jemi të rrethuar me të tjerë, duan s'duan, ajo ka për të pranuar se është realitet, ky flamur ka përqenë për të gjitha zonat, jo flamur me Lara dhe me Kanarina. Tani të flasim për atë, mua me kanë ndihmuar çunat nga edhe nga Kumanova, edhe nga Tetova, me kanë mbajtur 1 muaj e ca në Bruksel, 40 ditë e ca. Në Bruksel, që kam qenë duke protestuar kundër Alfred Belerit. Alfred Beleri që ta merrni vesh në Shqipëri, ju ka vrarë oficer, ushtar në Peshkepinë në 94-ën, ka terrorizuar me gjithë grupin e madhit ata që duan vori e pirin me shkatru Shqipërinë e Jugut. Ai Alfred Beleri që thonë, ju është bërë sot deputeti Parlamentit Evropian dhe prandaj kanë protestuar unë në të gjitha anët, me kanë ndihmuar me lekë, me kanë ndihmuar 10.000 euro, unë hallexhi me dhënë të prishur në të gjithë Evropën, në Berlin, në Paris, në Strasburg, në Bruksel, në Rom, në Vatikan, kam shkuar në Ankara dhe jam zgënjur në Ankara kur më thanë këshilltari I presidentit Erdogan, më tha që mos hajde me në kuptimin me mirësi. Domethënë që janë ca gjëra që nuk I dim se janë duke u përgatitur me paralelin 30 gradë këtu në jug të Shqipërisë. Duhet ta dini që ata shkojnë drejt gjecizimit të Shqipërisë. Dhe duhet t'ju them për punën e këtij Fredi Belerit, që na është ngjitur atje në majtë e Parlamentit Evropian, pa shkollë, analfabet, ai është Radojčići I Shqipërisë. Mirë, por nëse Albin Kurti e deboi Radojčićin atje, Fredi Beleri këtu jo vetë s'po e deboi, po ai po ngjitet gjithë më lart. Është bërë pjesë po një analfabet funksional që s'din as greqishtën mirë, është bërë pjesë politikës së madhe botërore. Imagjinoni ti je deputet I Parlamentit Evropian dhe dish me një gjuhë. Po një gjuhë të dytë kishte mësuar ai. Edhe more merr një hajvan me falni për shpresë, sa është mirë të flasni këtu në mes të librave për gjërat e tilla. Kushdo që të kishte qenë. Lekun e ka, paranë e ka, shititin e ka, mjetet I ka, gjitha I ka, dhe se mësej një gjuhë të dytë dhe ma merr atje, e marrin për natë të Shqipërisë për të na bërë kashillek, e kanë çuar atje, unë ju kam bërë thirrje, ju bëj thirrje të gjithë, mos se vini dorën mbi atë ndyrësirë se do bëheni pis, se kam frikë se mos kalojnë në vetgjyqësi, edhe I bën një dëm të madh edhe Shqipërisë, po dhe shqiptarisë. Mesazhi im I fundit për këta në Tiranë, për këta shikoni se ju pyesni për gjendjen e librave. Deri sot, me kaloni shumë librat paksa deri tani, deri në këto momente në Shqipëri kanë qenë në fuqi njerëz të mëdhenj. Drit Ragolli ka qenë në fuqi, ka qenë Ismail Kadareja, shkoni në të panajirit atje. Shikoni Ben Blushi, një musliman, një antifetar, atje shkruam jam musliman kundër muslimanëve, thot për vete jam qifut, pastaj e kthen thot jam ateist. Të tilla gjëra shikojmë këtu, është një rënje theksuar e këtij panajiri. Dhe kur bie dëshira për librin, bie dëshira për shumë gjëra. Se fillon dhe janë bërë dhe studentët pragmatistë. Ç'fitoj unë thot ai. Nuk e ka se humbet populli se din ai fare. Edhe jo se s'kan njerëzit, po ta mbyll atë duhet të them sepse nëse bie këtu në qendër, që është Tirana, atëherë e kanë llogaritur ata, prandaj kanë blerë kaq shumë njerëz këtu. Shërbimet e huaja, shërbimet e huaja sekrete, kanë blerë kaq shumë njerëz në Tiranë sepse e dinë që duke blerë në Tiranë kanë shkatruar gjithë kombin. Kjo është arsyeja që pa e mban të pabashkuar kombësinë shqiptare. Dhe uroj një ditë të zgjohemi, të vëmë mend dhe të bashkohemi për të bëjmë siç duhet bërë. Faleminderit shumë. Të gjithë të mira.